loj shahu mes Albin Kurtit dhe Lumir Abdigjikut. Do nëse PDK-ja është parti më e madhe se LDK-ja, LDK-ja ishte lojtari kryesor në krejt këtë diskutim të vanshëm për presidentin. Jam i bindur që Kurti nuk donte të zgjidhte presidentin, donte të zgjidhte një kukull të cilën tashmë e kishte gjetë. Vjosa nuk i dukej më e tillë. Dhe unë po e shoh që ajo është mbretnesha në lojën e shahut mes Albin Kurtit dhe Lumir Abdigjikut, edhe në zgjedhjet që po vinë, të cilat pritet të mbahen me 7 qershor. Se ke pati. Po, këtu ka pas disa zhvillime prej momentit kur është marrë vesh përfundimisht që Albin Kurti nuk e do Vjosën për mandat të dytë. Ta them të drejtën, disa prej nesh që kemi folën publik e kemi ditë atë prej fillimit, prej përfundimit zgjedhjeve, sepse ajo intervista e parë Albin Kurtit pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit tregon qartë që ky nuk është interesum që me vazhduar Vjosën, po ka dashur me lujt lojën që e tha aty, në atë mënyrë që sikur mu duk që ky po dëm për të tjerë s'pëdojnë. Dhe mendoj që këtu Vjosa Osmani bashkë me Lidhjen Demokratike të Kosovës e kanë luajtur lojën mirë, sepse në fund e paraqiten që në fakt Vjosa mundet me i pas vota pas për Albin. Dhe kjo besoj që duhet me qenë një prej rrëfimeve dhe të vërtetave prej kësaj situate që duhet mund nxjerrë qytetarët e Republikës së Kosovës me ditë. Tash a mendojnë qytetarët se o dashë se nuk o dashë të jetë e tyre, po duhet me ditë që Vjosa Osmani sot nuk është presidente për shkak se Albin Kurti nuk ka dashur me bota presidente. Dhe po shkojmë në zgjedhje për shkak të këtij refuzimit të Albin Kurtit. Por në anën tjetër, unë mendoj që Partia Opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës, Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Armërinë e Kosovës, po ashtu e kanë bërë një shërbim të madh për Republikën e Kosovës, kur nuk e kanë leju Albin Kurtit për kundër fuqisë të madhe të tij elektorale, me kapë edhe një institucion shumë të rëndësishëm për Republikën e Kosovës, siç është presidenti, pra përmes një presidenti ose presidenteje që do ta kishte nën kontroll që përmend tillë më herët. Do mendoj që kjo është një shërbim i madh dhe fakti që kemi rezultuar në këtë situatë në pamundësimin e Albin Kurtit për me e marrë postin e presidentit për lëvizjen e vendosje, ka qenë për mendimin tim fitore mas pari për Republikën e Kosovës dhe pastaj edhe për qytetarët e Republikës edhe për partitë opozitare. Kështu që në këtë drejtim konsideroj që Vjosa Osmani si profil publik dhe si funksion elektoral dhe politik për mendimin tim e ka një peshë nuk do të thash as të madhe as të vogël, po një peshë domethënëse që do ta ndikoj përqindjen përfundimtare të partive politike në zgjedhje. Sjellja e lëvizjeve vendosje tash Vjosa Osmani tregon që megjithatë ja kanë frikën. Edhe ja patën frikën me bu presidente, edhe ja kanë frikën tash që është dalë në kampin tjetër.